Gjendëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, praktikisht në Michigan, në praninë e misinë e famultarit në Rum, Don Fred Galaj, me një mision të veçantë me atë dorë në shtrime për katedralen e Shkodrës, për këtë realitet ka që identitar për qytetin tonë, dhe mund me thanë se rreth saj, historisë e saj, ajo përmbledh ngjarjet më të rëndësishme të katolicizmit, jo vetëm Shkodër, por në marë trevat shqiptare katolike. Është vend i një rëndësie dhe shoqërie të veçantë për të gjithë besimtarët tonë katolik, por e cila gjendet në një situatë problematike sa i përket anës strukturore, arkitektonike të katedrales, sepse nga vite nuk bëhet një restaurim i saj. Është bërë një restaurim me njëherë mas ramjes e regjimit komunist, i cili e kishte kthyr në vitin 1967 në Pallat Sportit, dhe në pritje të ardhjes e Papa Gjon Paulit të dytë, më 25 prill vitit 1990, një katedrale u restauru me ritme shumë të shpejta, dhe nga ai moment nuk pat një ndërhymje domethënëse në të gjitha sektorët e saj. Prandaj jena në një situatë disi problematike dhe është urgjente që të vënë dorë të fillu nga çatia deri tek ato element më të vegjël pjesë e realitetit katedrales. Jam këtu siç thash me dorë në shtrime, ku bujaria e bijve tanë në diasporë nuk ka mungu kurrë për të gjitha kishat e ndryshme e për të gjitha realitetet nevojat e besimtarëve tonë, qoftë në Shqipëri, por edhe në trevat e Malit të Zi të Kosovës. E besoj që nuk do të mungojnë as në këtë rast të kenë se katedralja është kish në anë të gjitha kishave të tjera. Ajo na personifikon shumë mirë dhe shpreh atë çka është krishterim dhe katolicizëm në vendin tonë.